E kuptoj që bezdiseni nga fjalët në parlament, se ju kanë dhënë urdhër, ju a dha në mbledhjen e fundit, vini, mos diskutoni, vetëm ngrini kartonat dhe tikni. Ne nuk jemi për këtë, ne jemi për të informuar qytetarët, për bërë transparencë për qytetarët dhe për t'i dhënë llogari qytetarëve. Opozita në kuvend nuk ka asnjë dilemë për marrëdhënien strategjike mes Shqipërisë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çdo iniciativë që synon paqen dhe stabilitetin ndërkombëtar ka patur dhe do të ketë mbështetjen tonë. Ky është një qëndrim i pandryshueshëm dhe i pa negociueshëm. Ndryshe nga Edi Rama, ne nuk i mbajmë marrëdhëniet strategjike peng të manovrave politike dhe halleve personale të kryeministrit. Ne votojmë sot për marrëdhënien e Shqipërisë me aleatin ton strategjik dhe refuzojmë me neveri mënyrën se si kryeministri e përdor shtetin dhe aleatin ton strategjik si mburoj politike për interesa personale. Të gjitha këto akrobaci, me këtë urgjencë të stisur dhe krejt të panevojshme, madje deri në kufit e qenurit qesharak, keni një synim të vetëm, të mbuloni mungesën e Edi Ramës sot në Davos, sapo ka dalë edhe njoftimi nga shtëpia Bardh, se kush janë shtetet themeluese të bordit të paqes. Janë 22 shtete, është Kosova për fatin e mirë të kombit shqiptar, mungon Shqipëria për shkak të Edi Ramës. Sjell një akt të personalizuar, duke u bërë qesharak, duke u fshehur pas Elisës, më thanë e kishe lut dje gjithë ditën, aman ma fut emrin në liqë, ta kem aty se nuk i dihet, duke ekspozuar në këtë formë pa dashje nevojën dëshpëruese që ka për të dukur i rëndësishëm. Ky që ishte zjell personalisht nga presidenti Trump dhe këtë don t'ia thot shqiptarëve që duket si i rëndësishëm. Përtej alibive politike, si urgjenca e panevojshme e kësaj marrëveshje sa ko sot mungojmë në Davos. Pyetja që mbetet është kjo: pse sot, ku liderat botror diskutojnë për paqe në Davos dhe kur presidenti Trump mbledh liderat botror për bordin e paqes, Edi Rama, lideri juaj i madhërishëm, zgjedh të jetë këtu, si avokati i Erjon Veliajt, si avokati i Ergys Agasit, si avokati i të korruptuarës Belinda Balluku. Dhe kërkon të bëj politik të ullët me një akt që do duhet ishte thjesht dhe vetëm kombëtar dhe institucional. Ne do të votojmë, siç edhe bëm, pro marrëveshjes, po as ne, as titujt patetik të marrëveshjes së Shqipërisë, vendi i vetëm unik që po ratifikon një marrëveshje me emrin e njeriu në hall në titullin e tij. Nuk e shpëtojnë dot Edi Ramën nga frika e krimeve të tij kundër shqiptarëve dhe kundër interesit të aleatëve tanë strategjik. Edi Rama sot po tregon thjesht dhe vetëm se është në një hall të madh, sa ko përdor një iniciativë globale të presidentit të Shtetit të Bashkuara të Amerikës që kërkon pjesëmarrjen e shtetit shqiptar në një organizëm tashmë të themeluar pas nënshkrimit nga 22 vendet themeluese për paqen, për të shënuar emrin e tij në të si kurkush tjetër në botë. Në fakt e vërteta është që nuk e ka përzgjedhur presidenti Trump, po e ka përzgjedhur ushtari i tij Bajram Begaj. Se këta s'din as ç'a sjellin, as ç'a bëjnë. Vetëm një hall i madh mund ta detyrojë Edi Ramën të ndërmarrë një cirk të tillë qesharak. Vendosja e Edi Ramës në titullin e ligjit nuk ja heq emrin as nga dosjet e zeza brenda dhe jashtë vendit. Me apo pa emrin në marrëveshje, Edi Rama vazhdon të jetë kryeministri në videot inkriminuese të Ergys Agasit. Do vazhdoj të jetë kryeministri që urdhron tendrat palishëm korruptiv të Belinda Ballukut. Do të vazhdoj të jetë kryeministri që korruptoi shefin e kundërzbulimit të FBI-t dhe do të vazhdoj të jetë kryeministri që është peng bashkëpunëtor i karteleve drogës. As një titull nuk e fshen dot këtë,
me gjithë mirësinë që ka pasur Elisa për ta propozuar dhe për ta përfshirë. Asnjë marrëveshje nuk e fshin atë që Edi Rama i ka bërë interesit shqiptarëve dhe interesit të partnerit ton strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe asnjë emër në letër nuk e shpëton këtë kryeministër nga përballja. Dhe meqense e do patjetër emrin në titull, Elisa ja bëri nderin me gjasa, do ja bëni dhe ju, sepse mendon se do të shpëtojë nga hallet e mëdha, kryeministri mund ta zgjerojë akoma dhe më shumë titullin e projektligjit. Me logjikën e tij të halleve të mëdha, le të shënoj aty edhe emrin e Ergys Agasit Kravetes dhe në krahun tjetër emrin e Belinda Ballukut. Ju mund ta rehatoni Edi Ramën duke i vënë emrin në marrëveshje, po ai e di mirë se nuk ka as reati, as lavdi për hajdutët, për ata që kanë vjedhur dhe zhvatur shqiptarët pa mëshirë, për ata që presin në zyrë, që bashkëpunojnë dhe qeverisin me kartelet e drogës. Faleminderit, kryetar. Komisioni përgjegjës do të shprehet? Okej. Atëherë hedhim në votim amendamentin e parë paraqitur nga zoti Bardhi, i cili thot titulli të riformulohet për ratifikimin e marrëveshjes pranimit të Republikës së Shqipërisë në Kartën e Bordit të Paqes. Hapet votimi me elektronik. Me elektronik. Mbyllet votimi. 30 vota pro, 0 abstenim, 79 kundër. Amendamenti nuk miratohet. Vijojmë me votimin e amendamentit të dytë. Neni 1 ndryshohet si vijon ratifikimin e marrëveshjes së pranimit të Republikës së Shqipërisë në Kartën e Bordit të Paqes sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij ligji dhe është pjesë përbërëse e tij. Hapet votimi me elektronik. Mbyllet votimi. 30 vota pro, 0 abstenim, 78 vota kundër. Amendamenti i dytë nuk miratohet. Kalojmë në votimin nen për nen me karton sipas variantit propozuesit. Neni 1 pro. Pro, kundër, abstenim. Numëroni votat. 78 pro, 30 kundër, abstenime nuk ka. Miratohet neni 1. Para se të fillojmë votimin e neni 2, në bazë të neni 76 rregullores, do të votojmë amendamentin e zotit Gazmend Bardhi. Pas nenit 1 shtohet neni 2 me këtë përmbajtje. Në përputhje me nenin 2, shkronja A e kartës bordit të Paqes nga Presidenti i Republikës ose me autorizim të tij nga kryeministri, në përputhje me kompetencat që i njeh kushtetuta dhe legjislacioni në fuqi për marrëveshje ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë. Zoti Bardhi, dëshironi ta prezantoni apo është e qartë? Atëherë hapet votimi elektronik për amendamentin e tretë të zotit Bardhi. Mbyllet votimi. 28 vota pro, 0 abstenim, 79 kundër. Amendamenti nuk miratohet. Vijojmë me votimin nen për nen me karton sipas variantit propozuesit. Neni 2 pro, kundër, abstenim, 79 pro, 28 kundër, 0 abstenim. Miratohet neni 2 sipas variantit propozuesit. Kalojmë në votimin në tërësi. Hapet votimi në tërësi me elektronik. Mbyllet votimi. 110 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Projektligji miratohet në tërësi. Këtu seanca mbyllet. Faleminderit, seancën e radhës do ta njoftojmë.